Landi, të përshëndes. Përshëndetje. Besoj se ka nisur, largimi i emigrantëve, besoj që ka 2 ditë paktën apo 3 që erdhën, festuan. 20 dhjetor kanë kaluar 13.000 emigrantë, pala shqiptare dhe pala greke, punojnë me nga 5 sportele në dalje dhe nga 2 në hyrje, gjë që ka bërë të mundur që të mos krijohen radhë të gjata. Sot është dita që emigrantët zyrtarisht kanë filluar të kthehen drejt vendeve të tyre të punës. Nga ana e policisë greke nuk ka pasur asnjë pengesë, punojnë me 5 sportele, kështu që kjo ka bërë të mundur që të mos krijohen pritje në këtë dogan. Mjafton të themi që në orët e parë të mëngjesit fluksi nga të gjitha, nga 2 anët e kufirit ka vijuar normalisht, por pa pritje të gjata. Megjithatë, duhet të kujtoj një diçka, autoritetet e kufirit shqiptar bëjnë me dije se emigrantët duhet të shfrytëzojnë orët e para të mëngjesit dhe orët e pasdites për të udhëtuar drejt Greqisë, pasi është varion ora prej orës 14 deri në orën 18, kur në këto pikë kufitare përpunojnë të dhenat autobusëve dhe kjo bën të mundur që të krijohen dhe radhë të gjata. Ju kërkohet me ngulëm që të përjashtohen këto orare dhe të planifikohen mirë ditët. Gjithashtu, unë kam komunikuar me drejtuesit të doganës kapitalisë dhe bëjnë me dije që të shmanget për këtë udhtim dita e shtunë, pasi është një ditë e ngarkuar edhe me festa në Greqi dhe gjë që mund të sjellë pengesa nga e shtuna, po. Mund të sjellë pengesa dhe vonesa, pasi mund të ketë një personel të reduktuar nga ana e policisë greke. Kështu që dita e shtunë bëhet mirë që të anashkalohet ose të planifikohet që të vinë në orët e para të mëngjesit, pasi prej orës 10 në shtetin Fqinj, edhe tek të krishterët ortodoks në Shqipëri festohet dita e ujit bekuar dhe këtu sportelet greke punojnë me orar të reduktuar dhe me personel të reduktuar. Kjo ka qenë traditë faktikisht çdo vit, se pikërisht në këtë ditë ka pasur fluks dhe ne vjetë kemi qenë dëshmitar vetë kur ka pasur pritje të gjata deri në orët e vona të mesnatës. Kjo, domethënë, është mirë që të shmanget, më thanë drejtuesit e doganës kapshtisës dhe të bëhet e ditur edhe nëpërmjet mediave që kjo ditë të shmanget në udhtim. Ndërkohë, pra siç thash, për të bërë atë orarin 2 orarësh që mund të vonohen këtu, është mirë që të shmanget ora 14 deri në orën 16, sidomos këto 2 orë të planifikojnë mirë në nisje. Ndërsa për gjitha oraret e tjera nuk ka pasur as edhe një lloj pengese nga ana e autoriteteve kufitare të shtetit të Fqinj. Në palën shqiptare nuk ka pengesa, këtu gjithë personeli është në punë, nuk ka pushime, kështu që gjithçka është okay. Shifrat janë të larta, pra vetëm 48 orët e fundit janë 13.000 persona që kanë kaluar nga kjo pikë kufitare. Dhe drejtuesit e doganës kapshtisës bën me dije që prej datës 25 deri në 31 kanë hyrë mbi 35.000 persona. Dhe të ketë parasysh që gjithë ata do të kthehen një ditë apo jo. Patjetër. Roland, të falenderoj për raportimin tënd dhe për pasqyrimin e gjithë situatës atje dhe për statistika se sa shqiptarë kanë hyrë dhe kanë dalë. Faleminderit. Faleminderit ju.